Cili është roli I shtetit në raste krizash? Pra, çfarë duhet bëjë një shtet I cili kujdeset për qytetarët e tij në raste krizash çmimesh dhe jo vetëm? Atëherë në tërësi roli I shtetit nuk duhet të jetë vetëm në pjesën që të merret me një kontroll artificial të çmimeve apo me një reagim në aspektin e asaj se si është pasoja, por të merret me shkakun dhe të qaset e ajo se pse ndodhin këto çmime dhe kush po I vuan. Dhe natyrisht, në rastin e Shqipërisë, kjo ka një vlerë të caktuar për arsye se duhet të kontrollohet në aspektin se si prodhohet në tërësinë e saj dhe si shpërndahet ekonomia. Pra thënë, në një mënyrë të përmbledhur, e gjitha kjo është ajo përgjegjësi e shtetit që vjen në atë çfarë merret me shkakun dhe jo me simptomat. Krizat nuk është se po prekin vetëm Shqipërinë dhe kjo nuk do fort diskutim, po ajo që dallon Shqipërinë nga vendet e tjera është që sa herë ne kemi kriza, I ndjejnë fort qytetarët për shkak nivelit të ulët të ardhurave, nivelit lartë varfërisë e tjerë, po duket sikur ne nuk kemi filtra. Pra çdo gjë që na vjen për së largu, te ne ndjehet e fort. Pse mungojnë këto filtra? Po s'pari një herë duhet të dallojmë se si janë tipet e krizave apo si ato na vinë. Dhe nëse e krahasojmë me krizën e para 4 viteve, natyrisht që ajo ishte një krizë më së shumti e importuar nga energjia, nga zinxhirët e furnizimit botror. Ndërkohë kriza e vitit aktual në cilin jemi, e cila nuk është në kuptimin klasik, një krizë me superinflacion apo në statistikat zyrtare nuk duket e tillë, por është një krizë që ka të bëjë me pjesën strukturore të ekonomisë, është e pabarabartë pasi nuk e vuajnë të gjithë njësoj dhe natyrisht që godet në elemente të ndryshëm të asaj çfarë ne përjetojmë. Dhe në këtë mes, ekonomia jonë e cila ka një qasje të tillë që në vetvete po e përcjell krizën brenda qenies saj ekzistencës dhe natyrisht kjo po bëhet një krizë që po prodhohet më së brendshmi e nxitur nga kriza e transportit e cila e mori spunton nga rritja e çmimeve të karburanteve, por përhapet në të gjithë sektorët në një efekt domino dhe kjo është kriza më e rrezikshme tashmë. Krizat godasin, por jo të gjithë preken njësoj. Pra, ndodh që ata veçanërisht që kanë pak xhepat e tyre rëndohen edhe në tej. Dhe këtu kam përshtypjen që është ai roli I shtetit, pra te shtresat më në nevojë që duhet t'jap një lloj ndihme. Ne pam paketa rezistence 4 vite më parë. Sot jemi në kushtet ku mund të flitet, ndoshta edhe të veprohet për të mbështetur ata të cilët kanë më pak të ardhura? Po do të thosha që politikat e shtetit në fakt nuk duhet jenë të tilla që të kontrollojnë artificialisht çmimet. Duhet merren pikërisht në atë termin e asaj se si duhet të ndikojnë mbi stresat urbane, sidomos dhe ato që konsiderojnë të varfra, jo me subvencionet për përgjithshme, por për ata që janë më të ekspozuarit. Dhe natyrisht nuk kemi bëjmë vetëm thjesht me ndihmën direkt me subvencionet. Janë një varg politika që shteti duhet të zhvillojë dhe më së pari një herë unë do thosha se ajo çfarë po bëhet gabim tani nuk duhet bëhet për mëtej. Kemi përmbytje në vjesht 2025, përmbytje në fillim dimër 2026, kur kemi një skem në bujqësi dhe blegtori që heq naftën që ka qenë politika ndoshta më mbështetëse direkte për fermerët. Pra, duket sikur ne sa kalojmë krizën nuk mësojmë asgjë, pra thjesht presim krizën e radhës dhe gjithçka na kap në befasi. Po është pikërisht ajo politikë që deri më sot vazhdon të zbatohet në mënyrë të tillë. A politika e reagimit pas faktit dhe jo angazhimi që zgjidhjet të jenë strukturore dhe të transmetohet ajo lloj politike që nevojitet ekonomisë, jo vetëm të sotme, por sidomos të ardhmes dhe ekonomia që duhet të stimuloj deri më sot nuk do të ishte ekonomia e bazuar kryesisht te infrastruktura dhe te disa sektor që lidhen me turizmin, por te pjesa që ka të bëjë me prodhimin I cili e oferton më shumë ekonominë, por nga ana tjetër krijon dhe një produktivitet të shtuar. Momentin që ekonomia jonë është ngurtësuar në 2-3 sektor kryesor dhe sektorët e tjerë kanë mbetur jo të zhvilluar apo rudimentar, natyrisht që kjo e jep efektin menjëherë, nuk krijon të ardhura fiskale, madje krijon kosto fiskale për buxhetin, por nga ana tjetër ndikon edhe te pjesa e mënyrës se si qytetarët e rimarrin mbrapsht rritjen ekonomike. Në rast e krizash ka fitues ka humbës, po duket sikur qeveria gjithmonë fiton në rast e krizash, si në krizën e euros, po flasim te çmimet të vëshëja në import, grumbullon më tepër para, me karburantet merr më shumë tatim mbi vlerën e shtuar, merr më tepër nga akciza. Zoti Gjokuta, është e ndershme që shteti të fitojë më shumë në rast e krizash dhe qytetarët pagojnë më tepër? Po natyrisht kjo është një çështje konceptimi, por në rastin e këtij viti qeveria ka vendosur të ndajë një pjesë të kostos fiskale, pra si ka një humbje fiskale, me aq sa e ka bërë. Natyrisht që kjo është e pamjaftueshme dhe unë do thosha që e gjitha kjo duhet të transformohej në
një politikë fiskale të qëndrueshme të konsoliduar, pra duhet kishte skenar të mirë përgatitur, të mirë diskutuar dhe të tillë që të reflektonin jo vetëm krizat e goditjeve nga jashtë, por ajo çfarë është bërë më e rrezikshme tashmë për ekonominë shqiptare është kriza e përhapur së brendshmi. Pra tashmë po e gjeneron vetë ekonomia shqiptare në mënyrë të fshehur, në mënyrë jo strukturore, pra gjithë këto çfarë ndodhi në ekonomi e kanë shtrembëruar, qoftë krimi i bordit apo kontrolli artificial, qoftë turizmi, dhe ekonomia është lënë të vetë rregullohet në mënyrën e vet sipas ekonomisë së tregut, por në fakt nuk funksionojnë shumë mekanizma ta bëjë të tillë. Në këtë qasje do thosha që e gjitha duhet të ndryshojë mënyrën se si duhet konceptohet një rritje ekonomike transformuese, pra një rritje që i mëson prodhimit, e cila vetvete arrin të përballojë kriza, po arrin të akumulojë dhe të ardhmë buxhet, e nga ana tjetër një rispërndarje ekonomisë nëpërmjet politika fiskale, sa nga ana e të ardhurave për barrën fiskale, por sa edhe nga ana e shpenzimeve për mënyrën se si jepen subvencionet, ku në parimin e subvencioneve tashmë ka filluar një qasje më ndryshe, një rispërndarje te ata që janë më të ekspozuar, po ashtu dhe në ekonomi, sektorët prodhues duhet ishin të parë që duhet kishin marrë një ndihmë, por edhe logjistika e transportit dhe zinxhirët e furnizimit, të cilët vetvete e ulin koston dhe e bëjnë më efektive gjithë qasjen e asaj çfarë duhet të jetë në aspektin e politikës qeverisë. Çmimet janë rritur, ka abuzim në tregje, po monitorojmë tregje, tha Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj. Ndjekim pjesë nga deklarata e saj për sa i përket edhe planeve të qeverisë për të ndërhyrë dhe për të mbështetur shtresat më në nevojë, dhe vazhdojmë që të flasim mbi rolin e shtetit, krizën dhe çfarë duhet bërë, ndërkohë që në horizont, paktën sipas gjitha paralajmërimeve, përfshirë këtu Fondin Monetar dhe Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, mund të jemi përballë një krize edhe më të fortë se sa ajo e vitit 2022. Kemi një informacion që vetëm kategoria e perimeve ka pasur një rritje domethënëse, në ndërkohë që produktet e shportës janë rreth mbi 80 dhe asnjëra produktet e tjera të shportës nuk ka pasur rritje për shkak të luftës, dhe e vërteta është, siç thash, inflacioni në muajin mars, i cili u publikua para pak ditësh nga Instat, shënoi nivelin 2.6%, që është një nivel i kontrolluar ende. Dua të kujtoj që targeti i Bankës Shqipërisë është një inflacion prej 3%, pra deri në 3% neve kemi një rritje të çmimeve të kontrolluara. Megjithatë, siç thash, e vërteta është në të kaluarën ne kemi ndërhyrë në një subvencionim të rritjes së çmimeve për shtresat në nevojë, do të vijojmë monitorimin dhe nëse do të shohim që çmimet do të rriten në vazhdimsi dhe në të gjithë produktet e tjera të shportës, atëherë padyshim që do të ndërhyjmë me një akt i cili do të parashikojë që të subvencionojë për rritjen e çmimeve për kategorinë e shtresave në nevojë.